ata e dinë që nuk vinë pushtet dhe kjo është problemi. Njerëzit që janë më shumë problem se Berishën që ata që e ndjekin. Sepse Berisha dakord ka hallin e vet dhe ndjek hallin e vet. Problemi është këta të tjerët që ndjekin hallin e Berishës. Dhe në fakt këta gjithashtu kanë hallin e vet. Po halli i tyre është thjesht më i vogël. Halli i tyre është një karrige në parlament. Dhe për një karrige në parlament ata janë gati t'ia vënë zjarrin partisë tyre. Dhe e kanë reduktuar pastaj, e kanë shndruar partinë në një Belit Këlliçi, një politikan i ri, ka hall që ketë vetëm një karrige në parlament? Pa, tash unë nuk dua t'i bëj me emra, por besoj që edhe Belit Këlliçi atë hall ka, sepse përndryshe Belit Këlliçi e kupton që me Berishën nuk mund të fitojë. Nuk është se Belit Këlliçi është i paaft të lexojë politikën dhe të kuptojë që me Berishën nuk vjet në pushtet. Ai e di këtë. Por ai thot, nëse unë do i dal kundra Berishës apo do them të vërtetën që Berisha nuk fiton dot, Belit Këlliçi nuk ka më një karrige në parlament, aty mbaron karriera politike e tij. Dhe ky është problemi në atë parti, sepse është ndërtuar ajo parti në një mënyrë të tillë që o do i nënshtrohesh plotësisht, në mënyrë të pa kompromis liderin ose përndryshe ti del nga politika. Dhe njerëzit bëjnë zgjedhje, të dalin nga politika apo të qëndrojnë në politikë. Kjo është alibia që ne na vodhi votat e Rama qëndro. Unë besoj që Rama sigurisht ka një makineri inxhinirimit të votës. Tani fjala vjedhje varet çka kuptojmë, po për mua është vjedhje në momentin që ti intimidon votues apo përdor pushtetin për votues. Por kjo ka ndodhur gjithmonë. Rama thjesht e ka perfeksionuar këtë makineri. Megjithatë, çështja që ndron që Rama nuk është i pathyeshëm. Sigurisht që unë besoj që kjo mund të prodhoj 5%. Por nuk prodhon kjo dot 20%, sa që është diferenca Rama midis Ramës dhe Berishës. Unë besoj që niveli më i lartë i intimidimit dhe i inxhinirimit të votës ka qenë viti 2021. Kemi parasysh, kemi Tërmetin, kemi banda në rrugë, kemi të vrarë në Elbasan, kemi përleshje midis grupeve, kemi parasysh që për shembull në kombinat Belit Këlliçi ka grumbulluar njerëz, ka rrethuar furgon që shpërndanin para për të marrë vota. Këto nuk ishin kësaj radhe. Pra zgjedhjet kësaj radhe ishin shumë të qeta dhe besoj gjithashtu shumë, pra niveli i inxhinirimit të votës apo i vjedhjes votës ka qenë shumë herë më i ulët. Dhe diferenca në 2021 midis PD-s dhe LSI-s bashk kundër PS-s ishte 2%. Rama kishte 48, ta kishin 46. Kurse sot në mandate pastaj ishte se do kishte bërë koalicion PD-ja me LSI-n. Sot sot në koalicion ishin bashk. Po, mund ta kishin mundur radhën e kaluar. Jo mund, po kishin kaluar. Kurse sot diferenca është 20%. Pra diferenca sot është dramatikisht dhe ndërkohë që vjedhja e votës ka qenë më e ulët. Pra ti nuk mund të thuash jemi votë kur ti humbe. Është një Sojland, si të themi, në një ndeshje futbolli, ti rrive 7-0 e ti thua një gol aty ma bën offside. Po mirë ta bën offside, po 6 tjerët ai hëngre. Tani ti nuk mund të thuash pse arbitri ma dha keq këtë golin mua kur ti luajt e keq, s'bëre gjë, s'bëre vetëm hëngre gole. Tash ti do të mbash llogari për këto gola. Dhe po të shohësh sot, besoj unë, domethënë se në shkenca politike njihet kjo strategji që ti kur je keq, kur ke zëra kundër, kur ke sulme të brendshme apo kur ke zëra kritik që të vënë ty në cep, ti çfarë bën? Ti prodhon një armik të jashtë dhe prodhon një betejë. Dhe ti thua që në momentin që ne kemi betejën, ti i thua këtyre zërave që heshni se kemi betejën. Dhe kushdo që flet në kohë beteje, konsiderohet armik, që konsiderohet tradhtar, konsiderohet sigurisht shërben armikut. Dhe Berisha tashmë po shfrytëzon, po krijon një betejë tashmë kot, beteja për mbrojtjen e votës lirë, sepse ai nuk do të jap llogari. Ai nuk do që të jap hesap për humbjen e thellë që pati. Dhe nëpërmjet luftës, betejës për votën e lirë, tek e cila ai sigurisht nuk do fitojë, do dalë sigurisht i humbur prap, ama do shty llogaridhënien me shpresje t'ia kaloj kësaj vale dhe ai të vazhdojë të qëndrojë edhe 4 vjet tjera. Po kjo do jetë pastaj varrosje totale, në fakt edhe kështu siç është. Po mirë, tani bëj një pyetje të tillë, tani 50 deputet aty. Nuk ka aty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 që të bisedojmë bashkë, themi, shiko, ne jemi 35-40 vjeç apo 40-45, do një gjenerat komplet pa lidhje me zotin Berisha apo edhe me të tjerë aty. Tani mund të bëjmë ne diçka që 2025 a iku, që në 2029 kemi një strategji që nuk ka. Janë të pafuqishëm sepse nuk kanë integritet politik. Që ta bësh këtë duhet të kesh integritet. Pra, gjithë thot, ti mund dalësh kundër liderit, por kur ti ke besueshmëri publike dhe njerëzit në atë parti të ndjekin. Po njerëzit në atë parti, dhe kjo është korruptimi që i ka bërë partisë Sali Berisha, janë gjithashtu të komprometuar me idenë e liderit. Ata tashmë duan liderin. Dhe ata nuk besojnë tek të tjerët sepse e dinë që ata janë thjesht të nështruar ndaj liderit.
dhe ti nuk e mbledh dot partinë kundër liderit. Kjo është, them, sepse ti karrierën tënde e ke prej tij dhe ti do jetosh, do marrësh frymën atë parti vetëm prej tij. Ti nuk i kundërvjesh dot, nuk e fuqin. Ergyrs, këtu kam i kundërshtit të vogël se fjala vjen Belinda Klliçi deri 2 vjet pa mandatin e deputetit dhe aksionet e tij politik për hir të vërtetës ishin shumë të forta. Dhe nuk besoj që Belinda Klliçi e ka gjithë fatin, se po marr Berlin, po ka edhe të tjerë. Me që është më figura më inspirator një brezi komplet të rit, pa konsumuar, pa provuar, pa përlyer, nuk ka mëkate, flasim realisht. Dhe 2 vjet pa mandatin e deputetit, ai spikatim shumë se sa shumë deputet aty. Tani, ai nuk ka në një, po themi, në një lidhje kaq të fortë me këtë që thatë ju. Po, Belinda Klliçi kanë ndedhur aty për shkak se Berisha e ka vlerësuar sakrificën që la mandatin për të kandiduar në një moment ku kishte nevojë Berisha dhe Berisha sigurisht që do ta shpërblej. Pra, edhe Belinda pavarësisht se ai ka aktivitetin e vet politik, ka njerëz që e mbështesin e tjerë, po të mos jetë Berisha që e mban nuk bën dot përpara në atë parti flasim. Dhe këtu ka pasur prova, kush ka dalë kundër ka ikur në atë parti. Cili ka qenë raporti juaj personal me Sali Berishën? S'kam pas fare asnjë raport. Nuk kam raport me këtë. Përgjithsisht kam det me zotin Berisha. Unë Berisha kam takuar vetëm në një aktivitet kur ishte Rilinja Demokratike, ka që si gazetar kishte një festa e themelimit. Ku ke qenë te gazeta? Jo, domethënë si analist politik. Shumë mirë dhe janë thritur, dhe thjesht kam bërë një trokitje gote dhe kaq. Vlerësim, mu duk që kishte vlerësim për mua, domethënë pati respekt në grupin aty, më drejtuam me përzemërsi dhe unë e ktheva sigurisht me respekt sepse por nuk jam. Kështu si gazetar nuk e ke intervistuar asnjëherë? Jo, po unë s'kam bërë intervista. Unë kam qenë gazetar 5 vjet te gazeta Tema dikur. Kam qenë gazetar ekonomie, domethënë në media dhe pastaj më shumë kam qenë analist, nuk është se jam nuk e marr me intervistë. Jo, mund të linte një rrethani situatë që mund ta intervistoj. Tani do doja me pak fjalë ajo është e vështirë, po me disa fjali më saktë të portretizoj Berishën. Se tani ju thatë gjithë to po themi negativitete në këtë moment për Berishën. Jo, negativitete. Ndajmë personalen nga politika. Unë politikisht Berishën e vlerësoj si një dështim tashmë dhe sigurisht Berisha me që atëherë ke portreti. Berisha për mua ka sukseset dhe dështimet e veta, por Berisha për mua ka humbur shansin historik për të pasur një dalje normale nga politika. Pse? Po kjo është një prej dilema. Këtu mund ngrem hipoteza nga më të ndryshme. Pse Berisha nuk ikën? Kjo është pyetja. Unë besoj që nuk ikën sepse ai është pjesë e një klani interesash të cilët nuk mund t'i lërë mbalt. Dhe ky klan pa Berishën dështon. Kush është ky klan? Tash ne mund ta hamencojmë këtë, po fakti që njerëz rreth tij janë pasuruar, janë me pushtet, kanë impakt ekonomik, tregon që janë të lidhura interesat e tij me Berishën. Jo, këtu se kuptova shumë. Ç'është ky klan dhe ç'janë këta që janë pasuruar? Po, ne nuk mund të themi që Berisha ka qeverisur pa pasur njerëz që e mbështesin, qoftë nga oligarkia, qoftë nga njerëz të vetët, qoftë njerëz në politik. Ka njerëz të cilët për shembull kanë, po të shohësh, tek dosja Partizani, ka njerëz të cilët janë pjesëmarrës në krimin që ka bërë Berisha aty për të marrë tokën atje. Dhe këta njerëz sigurisht sot janë politik. Dhe patjetër që kanë varësi ndaj Berishës, dhe Berisha nuk mund t'i lërë ata nuk mund ta lërë Berishën. Por nga aspekti tjetër, ka njerëz që janë pasuruar, patjetër që janë pasuruar, familja e tij është e pasuruar. Ne nuk mund të themi, se unë nuk flas dot pa folur gjykata, por politikisht e lexoj që këta njerëz kanë interesa ekonomike. Dhe interesa ekonomike varen nga qenia e Berishës në politik. Kjo është një hipotezë që unë ngre. Po hipoteza tjetër që është gjithashtu e besueshme është dhe fakti që Berisha ka një problem. Unë e quaj ndoshta psikologjik me pushtetin, nuk rri dot pa qenë politik. Dhe madje ai e thot vetë këtë, e thot hapur, domethënë një gjë që një lider tjetër do duhet ta fshihte, Berisha është faq hapur. Thotë që unë nuk bëj dot, nuk dalun përtesa i Berishës. Po fakt ky është një problem, sepse një lider i arsyeshëm dhe një lider themi i cili është i predispozuar që të jetë në shërbim të njerëzve, të qytetarëve apo të vendit vet, është një lider që kupton që vjen një moment që ti nuk duhet të jesh më, nuk ke çfarë jep më. Ti duhet kuptosh që cikli jot është i mbyllur. Ai ka thënë dikush që duhet të iki?
Unë besoj që ja ka thënë, nëse ka njerëz vërtet që e duan. Jo, keni informacion? Jo, nuk e di. Nuk fare. Unë ka një gjë, unë përgjithsisht ta them këtë që nisem nga mënyra si e lexojmë politikën, është unë konsideroj politikën diçka publike. Dhe përgjithsisht nuk u vë veshin edhe gjërave që dëgjoj, sikur janë informacione të brendshme, sepse kam prirjen që të them që shumica prej tyre janë gënjeshtra dhe unë nuk mund t'i marr për bazë kur gjykoj politikë. Pavarësisht se i di nga njerëz brenda etj. Se qëllon që takon njerëz që kanë informacione më nga brenda grupeve politike se sa ato çfarë shfaqet publik. Por nuk kam garanci sepse unë e di shpeshherë që edhe ata që janë brenda ose gënje ose janë të gënjur ose shpeshherë bëjnë spinë etj. Kështu që nuk i marr për bazë shumë. Cili është roli i Sali Berishës në histori, sepse ai në këto 35 vjet ka dominuar. Patjetër. Tash Berisha është roli i Sali Berishës është kjo Shqipëri që jemi sot, me të mira dhe të këqija veta. Pra Shqipëri që sigurisht ka bërë shumë ndryshim nga koha e komunizmit, këtë duhet ta pranojmë, sigurisht që ka një zhvillim. Por zhvillimi është jo mendojmë për shkak të klasës politike, por është për shkak të logjikës me cilën historia funksionon apo zhvillohet në kushtet kur tashmë nuk jemi më në diktaturë. Brenda këtyre patjetër që ka dhe arritet e veta, patjetër që heqja e vizave, integrimi në NATO janë vlera të cilat Berisha mund dhe duhet krenohet, por për mua Berisha është gjithashtu si dhe tjerë, si dhe Nano, si dhe Rama, fajtor për tranzicionin e gjatë dhe thellë të këtyre 35 viteve dhe faktin që ky vend akoma s'ka dalë dhe s'po del nga ky tranzicion. Për shkak se ky vend nuk ka ndërtuar dhe nuk do të ndërtojë institucionet qëndrueshme, të cilat janë ato që e qeverisin dhe e orientojnë vendin dhe jo vullneti i liderëve. Këta kanë dalë mbi vullnetin e institucioneve. Dhe kjo për mua është një kosto shumë e madhe, saqë jemi sot në vendin ku në pozitën ku edhe nëse ndjekim dhe pranojmë logjikën e Berishës dhe berishisëve, pas Sali Berishës nuk mund të bëjmë dot. Pra një vend, qoftë kaq, që vjen në një pikë ku thotë që është i vetmi që mund të bëjë këtë vend ose i vetmi që mund të Ramën, tregon që ka dështuar të gjej apo të prodhoj njerëz.